Islamit mëson mi mbrojt e tjerët, mi u shpëtu jetën të tjerëve. Islami këtë në mëson, jo mi vrat të tjerët, jo mi myt të tjerët, sikur se dojnë të paraqesin mediat dhe ata islamofob, dhe ata njerëz të cilët i kanë zemrat e prishta. Jo, Islami na mëson neve, kur shohim ndonjë zullum, me ndalat zullum. Nëse dhe jeta jon shkon, ti duhet të jesh hero, duhet të jesh për atyre që i mbrojnë të tjerët, kur atyre padrejtisht i bëhet zullum. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër pas të madhit Allah, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, me i miri gjithë të dërguarve, me i miri gjithë bijve të Ademit alaihi afdalus salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, javën që shkoi kemi folur për atë se fatkeqësisht ne si ummet kemi ardhur në një shkallë e kemi arrit atë nivel sa që për fat të keq shumica prej nesh as dhimbjen e të tjerëve nuk po ndjejmë. Nuk kemi ai ummet i cili e ka ndih dhimbjen e të tjerëve. Mirë po, çka do të shohim, çka do të dëgjojmë, ajo nuk na prek. Kurse sot inshallah taala unë dua ta përmendin një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga i cili inshallah taala, i cili është edhe hadith bazë për shumë gjëra, nga i cili do të nxjerrim mësime të shumta. Një hadith shumë i thjeshtë, një hadith të cilën realisht duhet ta praktikon secili musliman dhe muslimane. Një hadith të cilën jo vetëm muslimani dhe muslimani, por realisht secili njeri duhet ta praktikon, edhe nëse s'është besimtar fare. Thot i dashur janë alayhi salatu wassalam në hadithin e Abi Said al-Khudriut radhiyallahu an, që e gjejmë në koleksionin e Imam Muslimit rahmetullahi alayh në sahihun e tij, thot men ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Ai që sheh për juve ndonjë të keqe, ndonjë sherr, çka do e keqe qoftë ajo, ai që sheh për juve ndonjë të keqe, le ta ndryshon me dorën e tij. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Nëse nuk ka mundësi atë të keqe që e sheh me dorën e tij me ndryshu, me ndal, thot le të fol kundër saj. Se paku me gjuhën e tij. Fa in lam yastati', thot nëse s'ka mundësi as me fol, fa bi qalbihi, thot se paku le ta urrejnë me zemrën e tij. Wa dhalika adhafu al-iman, mirë po thot kjo është shkalla më e ulët, më e dopt e imanit, më e dopt e besimit. Pra më e pakta që unë dhe ti duhet të bëjmë kur shohim ndonjë të keqe, është që ta urrejmë me zemrën tonë. Mirë po ummeti islam dhe muslimanët sot kanë arrit atë shkallë sa që edhe kur shohin ndonjë të keqe, lemo se nuk mundohen me ndryshu me dorën e tyre. Lemo që nuk flasin kundër asaj. Mirë po as zemrat e tyre nuk reagojnë. As zemrat e tyre nuk reagojnë. S'ka kur farë ndikimin e zemrat e tyre. Nuk jo lënë shej. Andaj kjo është fatkeqësia vërtet o vllazni. Sepse nëse vdes zemra, ti vetëm si e gjenazë duke ecur mbi tokë. Nëse vdes zemra, nëse zemra nuk ndjen mo, pra ato të këqija që ndodhin, që i shohim dhe që i dëgjojmë, nëse zemra jote nuk reagon dhe nuk ndjen diçka, dije se ti e gjenazë e cila je duke ecur mbi tokë. Andaj jo rastisht i dashur janë alayhi salatu wassalam, në hadithin e Bukhariut dhe Muslimit, nga Nu'man ibn Bashiri radhiyallahu an ka thonë, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ka thonë a nuk është një copë mishi në trupin e secilit njeri, idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ka thonë qoftë është e pjesë e mishi në trupin e njeriut e shëndosh, i gjithë trupi është i shëndosh. Nëse nuk është i shëndosh, ajo copë mishi është e prisht, thot i gjithë trupi është i prisht. Ala wa hiya al-qalb, thot a nuk është ajo zemra? A nuk është ajo zemra? Pra nëse zemra është e prisht, krejt trupi është i prisht. Nëse zemra është e shëndosh, krejt trupi është i shëndosh. Mirë po kjo po na mungon sot o vllazni. Po na mungojnë zemrat e shëndosha, zemrat e gjalla, zemrat e cilat ndjejnë dhimbje dhe gëzim me ata kur gëzohen dhe dhimbje me ata kur mërziten, dhimbje me ata kur vujnë. Kemi arë në këtë shkallë. Ne jemi musliman dhe Islami na mëson neve që të jemi hero, që të mbojmë të tjere, që të ndjemojmë të tjerve, që të dalim krahën të tjerve. I dashur janë alayhi salatu wassalam thot,
dëgjojeni këtë hadith, sepse të tjerët mundon na paraqesin neve si terrorist, e mundon na paraqesin neve si katila, e mundon na paraqesin neve si njerëz zullumçar. Jo, zullumi është në anën e tyre, jo në anën tonë. I dashuri alayhi salatu wassalam thot në hadithin Abdullah ibn Abbasit, që transmeton Imam Tabaraniu dhe Imam Abu Nuaimi dhe të tjerët, hadithi është hasan sahih. Isnadi i tij, transmetimi i tij, sinxhiri i transmetimit është hasan, është i mirë. Thot i dashuri alayhi salatu wassalam: La yaqifanna ahadukum mawqifan yuqtalu aw yudrabu fihi rajulun dhulma fa inna al-la'nata tanzilu ala man hadarahu hina lam yadfa'u anhu. Thot askush për juve mos të qëndron në një vend ku dikush për njerëzve është duke u maltretu, duke u rah, ose duke u vrah, pa drejtësisht. Fa inna al-la'nata tanzilu ala man hadarahu. Thot sepse vërtet mallkimi i Allahut zbret në atë vend dhe mbi ata njerëz të cilët qëndrojnë aty hina lam yadfa'u anhum, përderisa ata nuk mundohen me mbrojt. Pra, Islami mëson me mbrojt të tjerët, me u shpëtu jetën të tjerëve. Islami këtë na mëson, jo me vrarë të tjerët, jo me mytë të tjerët, sikur se dojnë të paraqesin mediat dhe ata islamofob dhe ata njerëz të cilët i kanë zemrat e prishta. Jo, Islami na mëson neve kur shohim ndonjë zullum, me ndalat zullum. Nëse edhe jeta jon shkon, ti duhet të jesh hero, duhet të jesh për atyre që i mbrojnë të tjerët, kur atyre pa drejtësisht i bëhet zullum. Andaj, i dashuri alayhi salatu wassalam në hadithin e Buhariut nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thonë: Unsur akhaka zaliman aw madhluma. Ndihmoje vllaun ton, ka thonë, qof zullumçar ose ai i cili i bëhet zullum. E kanë pyeti, kanë thonë: Ja Rasulullah, kur ati i bëhet zullum e kuptoj, mirë, po çish kur ai bën zullum, çish më ndihmu? Ka thonë i dashuri alayhi salatu wassalam: Tamna'uhu min adh-dhulm fa inna dhalika nasruh. Ka thonë ndale prej zullumit, mos e lëve bë zullum, kjo është ndihma ndaj tij. Na jemi kështu të edukum. Islami kështu na mëson. Kur shohim ndonjë të keqe me ndal, edhe nëse është vllau jon, mos me leju. Mirë, po ku janë ata të tjerët, të cilët neve na paraqesin terrorist, a vetë janë ata të cilët armën i japin në dorë vllaut të tyre, mikut të tyre për mi vrarë të tjerët. A peshini se sa pa drejt të ke bot? A peshini sa pa drejt të ke bot? Mundohen neve të në paraqesin të diçka që nuk kemi. A vetë janë ata që edhe ushtrojnë zullum, edhe përkrahin zullumin, edhe financojnë zullumin. A na jemi të këqit fundit? Me në fund na jemi të këqit. Na jemi ata ku përbojmë rrezik për shoqërinë. A jo ata të cilët i kanë armë në durët e tyre. Jo ata të cilët japin armë të tjerëve. Jo ata të cilët i vrojnë të tjerët. Andaj o vllazni, mësoni fen tuaj. Nëse nuk keni mundësi me ndal ndonjë zullum me dorën tuaj, se paku flisni kundër saj. Nëse edhe kjo nuk është, nuk e keni as këtë mundësi, atëherë çka? Se paku duhet me urrejt me zemrën tënde. Se përderisa zemra jote është e gjallë, ndjen diçka. Në momentin që vdes, siç thash më herët, ti je xhenaze e gjallë e cila është duke ecur mbi tokë. Andaj, e lutim Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta dhe të përsosura, si dhe me rahmetin e tij gjithëpërfshirës, që të na falë, të na udhëzon, të ngjallë zemrat tona, e të na bën një ummet siç kemi qenë, të cilët e ndihmojmë njëri tjetrin, të cilët e përkrahin njëri tjetrin dhe të cilët mbi gjitha ndjejmë me njëri tjetrin. Kur tjetri ka dhimbje, ndjen dhimbje, është i mërzitur, edhe neve duhet na prek. E kur tjetri gëzohet, edhe ne duhet gëzohemi me ta. E jo të bëhemi njerëz të cilët nuk ndjejnë, nuk kanë ndjenja. Njerëz të cilët nuk kanë ndjenja, janë xhenaze të cilat ecin mbi tokë. Allahu Azza wa Jalla na ruajt nga kjo gjendje, e ngjall zemrat tona, e na forcov zemrat tona, e na udhëzof ka vërteta, e na mundsof me fol të vërtetën, sepse Aliu radhiyallahu anhu dhe selefi pas tij kanë thonë: "As-sakitu 'anil haqq shejtanun akhras." Ai i cili hesht ndaj të vërtetës është një shejtan me mec. Është një shejtan me mec. Allahu na ruajt nga kjo gjendje. Allahu na udhëzoft dhe na forcoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.